Realisht ne jemi mësuar me këto gjëra. Jemi mësuar që mos kemi gjërat edhe më elementare në turizmin tonë. Jemi mësuar, por këto që ne thatë ju, ndoshta kishte më qenë mirë që këtyne njerëzit që erdhen këtu dhe në parkuar me favorizuan këtë qeveri, aty ndoshta është mirë me ju tregu, po ne jemi mësu kështu, të pa hongën, të pa pitë, do të mbjetojmë dyqysh, por shifrat që i thatë ju, janë masët vërteta, por shifrat janë bitë 200.000, janë 120.000, 140.000, po flasmi për një periudhë 4 vjeçare, dhe megjithatë, domethënë synimi i gjithë rinis, po edhe aty në qenë në moshën mesatare, janë ikja nga Kosova sepse me pagën 400 euro, edhe 500, edhe 600 nëse janë. Dhe realisht domethënë tek ne nuk është që ne vetëm do të me hongër dhe me pi. Ne kemi shpenzime rryme, ne kemi shpenzime të ujit, ne kemi shpenzime të mbeturinave, ne kemi shpenzime që na smun anëtarët e familjes, ne kemi shpenzime se duhet martohemi, ne duhet ta mbajmë një fëmijë dhe për gjitha këto nuk po interesohet askush, po interesohen vetëm qytetarët për vetveten dhe fatkeqësia është që mendoj që këtë fatkeqësi që jemi duke e bë vetëm në kohën e sistemit të Miloševićit ka ndodhur dhe mos me marr as iniciativë. Të thuar se këm ngrit pagën 350 euro në 425 që kur e marrim se sa do t'i marrim, na do t'i marrim mikun 360 euro dhe nëse bëni llogaritë thjesht, nuk ka nevojë që të jetë ndonjë ekonomist i fortë. E thjesht, këta punëtor duhet me hongër një burek eventualisht 2 ditët dhe përfundon me kaq.